sot nderojmë në vendin edhe pranë trupave, dashurve tonë, të atyre që u fliun për liri, pra në vendin e masakrës së Reçakut, masakrë që e kthej vëmendjen e NATO-s, të Amerikës për krimet serbe në Kosovë. Jemi mirënjohës ushtrisë të Kosovës, gjithë brezave që kanë luftuar për liri, përkulemi me respekt për jetë para të rënëve për liri këtu në Reçak, ashtu si përkulemi në Prekaz e kudo ku kanë ra dashurit tonë për lirinë e Kosovës dhe përjetësisht mirënjohës NATO-s dhe Amerikës për ndihmën. Ta gëzojmë lirinë, vërtet është se nuk është vendos drejtësia për masakrat në Kosovë, jo vetëm për Reçakun, po edhe për Mejen e për shumë tjera, dhe po ashtu është e vërtet se padrejtësisht vazhdojnë mu gjykue udhëheqësit e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e nuk gjykohen ata që i kanë krye krimet anë mban Kosovës, sikur që e dini në gjithë Kosovën ka vend masakra, edhe është një akuzë